Industria kimike është një nga shtyllat e ekonomisë moderne. Ajo prodhon gjithçka, nga përbërësit e parfumit dhe plastikat te pesticidet, plehrat dhe materialet që përdorim çdo ditë. Por një studim i ri ka zbuluar një realitet shqetësues. Mbi 99% e kimikateve të analizuara nuk janë ekologjikisht të qëndrueshme. Ky zbulim tregon se kriza mjedisore nuk ka të bëjë vetëm me emetimet e CO2-shit, por edhe me vetë mënyrën se si i prodhojmë substancat që përdorim gjerësisht. Sipas ekipit të kërkimit, vlerësimi tradicional i qëndrueshmërisë së produkteve zakonisht përqendrohet vetëm tek gjurma e karbonit ose emetimet ndotëse përgjatë ciklit jetësor, nga prodhimi deri në azësim. Megjithatë, ky vlerësim nuk merr parasysh ndikimet e tjera të rëndësishme ekologjike si konsumi i ujit, përdorimi i tokës, acidifikimi i oqeaneve, ndotja kimike dhe humbja e biodiversitetit. Për këtë arsye, studiuesit kanë përdorur konceptin e kufive planetar, një kornizë shkencore që përcakton limitet brenda të cilave aktivitetet njerëzore duhet të qëndrojnë për të ruajtur stabilitetin e sistemit të tokës. Në këtë koncept përfshihen proceset ekologjike kritike si klima, oqeanet, qarkullimi i ushqyesve, ndotja toksike dhe integriteti i biosferës. Studimi i botuar në Green Chemistry ka analizuar 492 substanca kimike të zakonshme, duke krahasuar burimet natyrore të konsumuar për prodhimin e tyre me buxhetin ekologjik të planetit. Rezultatet janë tronditëse. Vetëm një përqindje shumë e vogël e substancave që përdorim mund të prodhohen pa tejkaluar kufit planetar. Madje disa substanca i tejkalojnë këto kufi me 100 deri në 200 herë. Shumica e kimikateve prodhohen nga lëndë djegëse fosile, një proces që jo vetëm gjeneron emetime, por kërkon energji intensive dhe konsumon sasi të mëdha burimesh natyrore. Për më tepër, shumë prej tyre janë të vështira për të degraduar natyrshëm, duke qëndruar në mjedis për vite apo dekada. Një nga përfundimet më interesante të studimit lidhet me të ashtu quajturat zgjidhje të gjelbra. Shembulli kryesor janë biokarburantët të prodhuara nga misri, druri apo burime të tjera të biomasës. Edhe pse lëshojnë më pak karbon, krahasuar me lëndët djegëse fosile, ato kërkojnë sipërfaqe të mëdha toke, ujë dhe plehra, duke shkaktuar presion të madh mbi ekosistemet. Kjo tregon se zgjidhjet që duken ekologjike nga njëra anë mund të shkaktojnë dëme të konsiderueshme nga ana tjetër. Siç thekson Javier Pérez Ramírez, një nga autorët e studimit, nëse fokusohemi vetëm tek ulja e emetimeve të CO2, rrezikojmë të zhvendosim barrën mjedisore në kategori të tjera dhe të krijojmë dëme anësore. Kjo deklarat përmbledh thelbin e studimit. Qëndrueshmëria kërkon një qasje holistike, jo vetëm reduktim të një lloji të vetëm ndotjeje. Kufit planetar që tejkalohen më shpesh gjatë prodhimit të kimikateve janë ata që lidhen me ndryshimet klimatike për shkak të energjisë së përdorur dhe lëndëve fosile, acidifikimin e oqeaneve si pasojë e emetimeve të karbonit, integritetin e biosferës, i cili cënohet nga ndotja kimike dhe përdorimi i tokës, ciklet biogeokimike të prekura nga përdorimi masiv i plehrave dhe kimikateve bujqësore. Ky tejkalim i shumëfisht tregon se prodhimi kimik është një nga sektorët që ushtron presionin më të madh mbi ekosistemet globale. Ne mund dhe duhet të veprojmë tani. Është e domosdoshme të bregtisim lëndët e para fosile dhe të orientohemi drejt produkteve vërtet të qëndrueshme. Studiuesit shpresojnë të gjejnë së shpejti kombinimin më efikas të teknologjive që mund të minimizojnë dëmet mjedisore, duke balancuar nevojat ekonomike dhe ekologjike. Studimi ofron një sinjal të fuqishëm alarmi. Nëse dëshirojmë të mbrojmë stabilitetin e planetit dhe të ardhmen tonë, industria kimike duhet të përballet me një transformim të thellë dhe ky transformim duhet të fillojë tani.